Përshëndetje të dashur, me së pari ju uroj të keni shëndet, të keni mirësi. Së dyti, nuk do ta quaj reagim, po thjesht një përgjigje ndaj atyre që më kanë zgjedhur baltosjen, fyerjen, demaskimin ndaj meje, duke qenë se kam qenë i rrallë në llojin tim. Flas i rrallë në kuptimin e guximit, pra kam prekur aty ku s'ka të guxu kush me prek në tema jo dhe aq pa rrezik. Kam prekur persona që i ban idhuj. Në çfarë kuptimi? Ky X person është teolog, ka famë, ka pare, dhe të gjithë i kanë shku për mrapa për shkak të famës, të pareve dhe të klikimeve të YouTube-s. Të gjithë i kanë shku më pas. Domethënë është bën një tallava edhe në llojin e teologjik, është duke bën tallava për arsye se përzgjedhin klikimet e jo cilësinë e personave dhe të personit. Lidhje me ata që kanë zgjedhur demaskimin ndaj meje, duke më akuzuar qoftë edhe si çmendur kanë filluar me më akuzu. Normalisht te disa pseudo-shqiptar e gjenë si mundësi balten, për shkak se e kam thënë të vërtetën në lidhje me gjendjen e një X personi që ka famë në Shqipëri dhe që ju betohem që nuk do ta bëj më të famshëm, s'do ta përbënd më, ju betohem. Në lidhje me ata persona, po t'i shash, ua përforcoj mendimin. Po të sillem ashpër, prap ua përforcoj mendimin. Domethënë, e vërtetoj fjalën e tyre se ky që ka i çmendur, po të sillem ashpër. Unë u përgjigjem me dashuri, me buzëqeshje, me keqardhje për gjendjen e tyre, me dhimbje të madhe, absolutisht. Do i lutem Zotit që t'i fali për atë demaskim që janë mundu ta bëjnë ndaj meje. Por megjithatë, kam gjetë forcë tek besimi në Zot, kam gjetë qetësinë shpirtërore dhe dashurinë e madhe për ju përgjigj me një lloj edukate, domethënë ndaj jush, dhe ta kuptoni vetë që keni gabu, që keni shpif. Keni gabu që më keni akuzu. Keni gabu jo se ndikoni ju tek masat more, po mu më dhimbet shpirti juaj pse keni ngarku me një mëkat të atill. Ku një kohë që ju duhet pastroheni shpirtërisht. Tjetër mas asaj, unë kam dash që çdo kush që i thot vetit besimtar ta ketë si yll polar sinqeritetin dhe ta ketë qëllim Allahun. Me këdo mund përballesh, po ta kesh qëllim Zotin mas pari. Sa është kriminise, po në madhe, është kriminise njëri si ti si unë është. Xheneti nuk ta jep Zoti parajsën. Ose si thoi ndryshe xhenet. Zoti ta jep parajsën, nuk ta jep kriminise, as presidenti, as kastati ojl, as kush ta jep. Let ketë miliarda shefqet kastati, Zoti i dhaft edhe ma shumë, po e udhëzoft në rrugën e drejtë dhe e baf për atyre që kontribojnë për hir të Zotit. Ama xheneti nuk ta jep shefqet kastati. T'jep pare, xhenet s'mund t'jep. Kriminisi t'jep pare, po xhenet s'mund t'jep. Sillu si robi Allahut me çdo njërin që e ke përballë, po jo servil. Këta kam dash
të gjithë njerëzit, mirë po është si puna ati ilaçit të fort që i ipet për sëmundjen e fort. Unë pash një sëmundje të madhe, servilizmin, që desha ta godas me këshill, edhe me bojkot. Po mirërisht, ra në, si thojnë në fjale, e dhashat ilaç në kohën e gabuar dhe në vendin e duhur, po që ishte kohë e gabuar sepse u deshe një lloj ilaçi tjetër para atij lloji ilaçi. Ju dua shumë dhe Zoti ju falt.